1,2 miliard eurove nga Rama dhe Balluku në sektorin e infrastrukturës dhe të paktën 700 milion euro në kopshtin privat të Edi Ramës, me 530 prokurime sekrete, nga të cilat të gjitha direkta apo me prestonome për Baxhanakun e Floririt apo Kunatin e Florit të Linda Ramës dhe Baxhanakun e Florit të Edi Ramës, Armand Frangun. Këto janë akte jashtëzakonisht të rënda dhe antikushtetuese. Edi Rama me makinerinë e tij të shkatrimit dokumentave, falsifikimit dhe manipulimit s'mund të fsheh kurrë. Mbi 500 e sa kontrata sekrete të firmosura nga Linda e Akshit me porosi të Lindës Surrelit për Kunatin e Florit. Nuk fshihen ato. Nuk fshihen dot sepse janë 800 transakcione sa për asnjë shqiptar tjetër në historinë e Thesarit brenda një viti për Armand Frangun. Dielli me shosh nuk mbulohet. Përpjekja që bën Edi Rama me Lubi Ballukun për të bllokuar procesin e drejtësisë, përbën një krim permanent, krim në vazhdim për të dy ata. Sot, de facto, Këshilli i Mandateve i hoqi mandatin Lubi Ballukut. Mbledhja është plotësisht valide. Do të bëhet përgjegjës para ligjit dhe kushtetutës për çdo pengesë që do sjell Niko Peleshi. Edi Rama pretendon për 3 javë dhe se nuk kanë lexuar dosjen në një kohë kur Pamela ka lexuar dosjen dhe videon, edhe videot, jo vetëm mesazhet. Po, se duhet thënë të gjitha gjërat ndonjëherë. Po, se këta të i kalojnë, të në të pacit, të i kalojnë gjdo loj vijet kuqe, gjdo loj kufiri, gjdo thot ajo tani, nuk e kemi lexuar. Çfarë s'ka lexuar? E ka marrë motrën avokate. Çfarë pas ka ngel për të lexuar aty jam tonë? Por ka ngelur vetëm koha që u duhet për shkatruar me qindra dokumenta. Kjo po ndodh para syve të shqiptarëve. Kjo po ndodh para syve të komunitetit ndërkombëtar të gjithë Europës dhe botës. Kjo po ndodh një ngjarje që nuk ka ndodhur ndonjëherë në histori.